Do të shohim tani edhe ecurinë e tregjeve për gjatë ditës së sotme, ku në tregun e brendshëm valutor vije tre një rritje lekë të dollarit amerikan përballë lekut, ndërkohë për sa i përket këmbimit monedhave të tjera përgjithsisht vije tre një qetësi. Edhe dita e djeshme ishte e rëndësishme për sa i përket tregjeve monetare, sepse Banka Anglisë dhe Banka Qendrore Evropiane, sikurse pritet gjerësisht nga investitorët, nuk ndryshuan normën bazë të interesit, por njëkohësisht të dyja bankat shprehen kujdesin e tyre në lidhje me rritjen e çmimeve si pasojë e konfliktit në lindjen e mesme, që ka rritur ndjeshëm çmimet e naftës përjedhoi, po ndikon edhe në rritjen e çmimeve të produkteve të tjera. Fillimisht në tregun e brendshëm valutor, sipas dhënave të publikuara nga Banka e Shqipërisë, vije tre një rritje me 0.13% e dollarit amerikan, që këmbehet me 81.76 lekë mesatarisht. Euro ka humbur 0.02% vlerës, duke u afruar më shumë nivelit më të ulët historik prej 95.5 lekë është regjistruar javën e kaluar. Aktualisht, 1 euro këmbehet me 95.53 lekë mesatarisht. Paundi britanik është rritur me 0.11%, këmbehet me 110.31 lekë. Ndërkohë franga zvicerane ka rikuperuar thuajse të gjitha humbjet që realizonte ditën e djeshme, është rritur me 0.35%, këmbehet me 103.74 lekë. Jeni japoneze është rritur me 0.21% të vlerës, këmbehet me 51.31 lekë. Ndërkohë dollari australian është në rënje me 0.05%, këmbehet me 58.36 lekë. Në ecurinë e dollarit kanadez, kjo monedhë është në rritje me 0.18%, këmbehet me 59.83 lekë. Ndërkohë, korona suedeze është rritur lekë me vetëm 0.01%, këmbehet me 8.81 lekë, dhe ajo norvegjeze ka humbur 0.02% të vlerës dhe mesatarisht këmbehet me 8.75 lekë. Kjo ishte ecuria e tregut brendshëm valutor, ndërkohë në tregje ndërkombëtare vije tre një qëndrueshmëri me euron që publikon fitime modeste përballë dollarit. Investitorët do të vjojnë monitorojnë situatën në lindjen e mesme, sepse gjithmonë më shumë po shtohen shanset ose për një tërheqje të Shteteve të Bashkuara nga Irani, ose për shkallëzimin e sulmeve, marrjen madje dhe të autorizimit nga Kongresi Amerikan. Gjithsesi në tregun monetar vije tre një qëndrueshmëri, edhe për faktin që bankat qendrore ishin në linjë me pritshmëritë e tregjeve të mërkurën, ishte Rezerva Federale në Shtetet e Bashkuara, e cila nuk ndryshoi normën bazë të interesit duke mbajtur në intervalin nga 3.5 deri në 3.75%. Por në konferencën për mediat, Jerome Powell, që e kishte konferencën e fundit sepse mandati i tij skadon gjatë muajit maj, paralajmëroi për efektet që po jep rritja e çmimeve në ekonominë më të madhe në botë. Të ejnëten, ditën e djeshme, edhe Banka Qendrore Evropiane së bashku me Bankën e Anglisë nuk ndryshuan normat e interesit, por paralajmëruan gjithashtu për presionet të shtuara inflacioniste, kryesisht si pasojë e rritjes së çmimeve të energjisë, që përjedhoi ndikojnë edhe në rritjen e çmimeve në produkte të tjera apo në sektor të tjerë. Në mëngjesin e sotëm, euro ka fituar 0.04% të vlerës, këmbehet me 1.1735 dollar. Paundi britanik është rritur me 0.05%, këmbehet me 1.3607 dollar. Në ecurinë e dollarit për ballë frangës, gjithashtu ndryshimi është minimal me 0.03% rritje për dollarin që këmbehet me 0.7813 franga. Dollari australian është në rënje me 0.01%, këmbehet me 0.7198 dollar amerikan, ndërsa për sa i përket këmbimit të dollarit kanadez me atë amerikan, sërish ndryshimi është minimal në rritje me 0.01% dhe dollari kanadez këmbehet me 0.7362 dollar amerikan. Për baljenit, dollari është në rënje të lehtë me 0.14% të vlerës, këmbehet me 156.35 yen, duke u tërhequr ndjeshëm nga niveli psikologjik për 160 yen që dollari regjistroi në sesionin e kaluar, por në tregtinë amerikane dhe në tregtinë e sotme aziatike, monedha gjelbërt ka humbur ndjeshëm terren në raport me jenin. Ndërkohë volumi ka qenë i ulët në tregtinë aziatike, pritet të jetë i tillë edhe për gjatë sesionit evropian për shkak se disa tregje të mëdha si Kina, India, por edhe disa vende të tjera janë pushim me rastin e ditës ndërkombëtare të punëtorëve, me rastin e 1 majit. Ndërkohë,
investitorët ndër tjera janë fokusuar edhe tek publikimet e raporteve të kompanive më të mëdha në botë në lidhje me fitimet e tyre për 3 mujorin e parë të këtij viti. Në tregun e kriptomonedave vjet re përgjithsisht një qetësi në sesionin e sotëm me një tendencë në rritje të lehtë. Bitcoin ka fituar 0,78% të vlerës dhe kuotohet në $77,061.09 nga rreth $75,000 që tregtoi në sesionin e kaluar evropian. Ethereum ka fituar 0,65% dhe kuotohet në $2,278.19. Edhe Ripple është rritur lehtë me 0,37% të vlerës, këmbehet me $1,3744. Litecoin është i pandryshuar dhe kuotohet në $55,25, ndërkohë Bitcoin Cash është rritur me 0,44% dhe kuotohet shumë pra nivelit të $443 për çdo njësi Bitcoin Cash të tregtuar. Në tregun e naftës, benchmarkët kryesor po qëndrojnë në rritje në sesionin e sotëm pas një sesioni jashtëzakonisht të paqëndrueshëm në sesionin e kaluar. Në tregtinë aziatike, përkohësisht çmimi i naftës Brent të Londrës preku nivelin e $126 për fuçi, që ishte niveli më i lartë në 4 vitet e fundit që nga shpërthimi i konfliktit mes Rusisë dhe Ukrainës në shkurt të vitit 2022. Më pas, në sesionin evropian dhe ata amerikan, çmimet ranë ndjeshëm dhe njëkohësisht paralelisht me këtë, skaduan kontratat e muajit qershor. Kontrata e muajit qershor për naftën Brent të Londrës, sikurse thamë përkohësisht preku nivelin më të lartë në 4 vite në $126.41 për fuçi, ndërsa ditën e djeshme e mbylli në $114 për fuçi. Ndërsa sot, sikurse mund ta shohim në ekran, ka filluar tregtimi i kontratave të muajit korik dhe nafta Brent e Londrës është në rritje me 1,01%, tregtohet në $111.51 për fuçi. Nafta bruto amerikane është në rritje me 0,44% të vlerës dhe kuotohet në $105.53 për fuçi. Kontratat e qershorit zgjeruan diferencën në rreth $15 në favor të naftës Brent të Londrës, ndërsa kontratat e muajit korik kanë një diferencë më të ullët në rreth $6 gjithmonë në favor të naftës Brent, që është benchmarku global. Nafta e përpunuar në bursën e Londrës ka fituar 1,28% të vlerës dhe kuotohet në $1,324 për ton. Ditën e djeshme, për shkak të rritjes së çmimeve të naftës në tregje ndërkombëtare, u mblodh edhe bordi i transparencës në vendin tonë, duke vendosur një rritje të çmimeve të naftës dhe të benzinës, pavarësisht me 5 lekë për litër. Nga dita e djeshme, në këtë mënyrë nafta ka filluar të shitet me pakicë në pikat e karburanteve në vendin tonë në nivelin e 205 lekëve për litër, ndërsa benzina tregtohet në 185 lekë për litër nga 180 lekë që tregtohej deri ditën e djeshme përpara se të merrej vendimi i bordit të transparencës. Rritja e naftës së përpunuar me 1,28% mund sugjeroj një tjetër rishikim në rritje të çmimeve në tregun e brendshëm. Ndërkohë, për sa i përket ecurisë metaleve të çmuara, vjet re një tendencë në rënje në sesionin e sotëm, ndërsa edhe investitorët në këtë treg vjojnë të jenë fokusuar tek zhvillimet në lindjen e mesme. Presidenti amerikan Donald Trump tashmë përballet me afatin 60 ditor sipas rezolutës së pushtetit apo fuqive që ai ka gjatë luftrave, i jepet atij një afat 60 ditor pa marrë miratimin e Kongresit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sikurse po ndodh me luftën në Iran. Por ky afat 60 ditor tashmë po skadon dhe sipas një rezolute të vitit 1973, presidenti amerikan ose duhet të tërheq trupat brenda këtij 60 ditëshi ose duhet marrë miratimin e Kongresit Amerikan për të vjuar luftën në rastin konkret me Iranin. Nëse Kongresi nuk i jep autorizimin presidentit për të vjuar luftën, atëherë ai është i detyruar të tërheqë të gjitha trupat që ka dislokuar në afërsi të Iranit, kryesisht në gjirin persik. Për këtë arsye, investitorët po vjojnë të monitorojnë nga afër zhvillimet edhe për faktin që presidenti amerikan refuzoi një propozim të bërë nga Irani, propozim për paqe, por palët nuk ranë dakord në lidhje me mënyrën se si do të kontrollohet ngushtica e Hormuzit.
Aktualisht, Irani ka blokuar ngushticën e Hormuzit për qarkullimin e anijeve të tjera, ndërsa Shtetet e Bashkuara e kanë blokuar këtë ngushticë, nuk lejojnë qarkullimin e anijeve të Iranit që mbajnë flamurin e Iranit. Aktualisht, ari ka rënë me 0,55% dhe kuotohet në $4.604.2 për oncë, vion të qëndroj pra nivelit në të ullët në thuajse 4 javë të fundit. Argjendi ka rënë me 0,23%, tregtohet në $73.86 për oncë, ndërkohë platini ka rënë me 0,61% vlerës dhe kuotohet në $1.982.4 për oncë, duke zbritur njëkohësisht poshtë nivelit të $2.000 për oncë, që cilësohet si nivel teknik. Investitorët në tregun e metaleve të çmuara gjithashtu kanë qenë fokusuar tek vendimet që kanë marrë bankat qendrore më herët gjatë javës, në mënyrë të veçantë Rezerva Federale në Shtetet e Bashkuara, sepse norma e interesit në SBA ka një lidhje të drejtë me ecurinë e çmimeve të metaleve të çmuara, sidomos të arit. Sa herë që normat e interesit të rriten, tendenca e çmimeve të metaleve është në rënje, sepse investitorët preferojnë më tepër asete të sigurta, sikurse janë interesat nga bonot apo obligacionet e thesarit amerikan. Por kur normat e interesit janë të ulta, investitorët preferojnë metalet e çmuara për shkak të pritshmërive për rritjen e çmimeve. Ari ka karakteristikën që nuk jep të ardhura nga interesi, por investitorët përfitojnë nga rritja e çmimeve. Ndërkohë, për sa i përket ecurisë së tregut të aksioneve, shumica e bursave në kontinentin evropian po publikojnë fitime në sesionin e sotëm dhe ecuria po diktohet njëkohësisht edhe nga fitimet 3 mujore të korporatave për 3 mujorin e parë të këtij viti. Shumica e bursave në kontinent janë në rritje me përjashtim të indeksit të Londrës FTSE 100, i cili është i vetmi që publikon humbje në sesionin e sotëm, që është i fundit për këtë javë. Rënja është me 0,45%, ndërsa DAX-i Gjermanisë realizon fitimet më të mëdha në rritje me 1,41%. CAC 40 i Parisit dhe indeksi i Zuriut SMI janë rritur me 0,53 dhe 0,8% dhe FTSE MIB Milanos ka fituar 0,94% të vlerës. Përsa i përket fitimeve 3 mujore të korporatave, Stellantis, kompania italiane dhe franceze e prodhimit të automjeteve, ka publikuar një rënje me 6,4% ka regjistruar një rënje me 6,4% aksioneve të saj, pasi prodhuesi i automjeteve ka rishikuar të ardhurat nivelin e 960 milion eurove për 3 mujorin e parë të këtij viti, një shifër me ullët krahasuar me pritshmëritë e tregjeve. Ndërkohë, ka pasur kompani të tjera të cilat kanë publikuar fitime më të larta krahasuar me pritshmëritë e tregjeve. Dhe në ecurinë e tre indekseve kryesore në Wall Street në sesionin e kaluar, Dow Jones është rritur ndjeshëm me 1,62% të vlerës, Standard & Poor's 500 dhe Nasdaq kanë fituar 0,89 dhe 1,02%, edhe Wall Street ditën e djeshme është udhëhequr nga fitimet 3 mujore të korporatave, që në shumicën e rasteve kanë rezultuar mbi pritshmëritë e tregjeve. Do të shohim gjithashtu edhe ecurinë e kompanive të listuara në bursën e Frankfurtit në Gjermani, ku Deutsche Post kryeson fitimet në rritje të konsiderueshme me 7,51%. Bayer AG, Sartorius, Brenntag dhe Siemens janë rritur nga 3,23 deri në 5,66%. Dhe së fundmi në performancën më dobët në bursën e Frankfurtit, rënja kryesohet aktualisht nga sektori i sigurimeve, por njëkohësisht edhe ai bankar financiar në tërësi. Munich Re ka humbur 3%, Deutsche Börse, Deutsche Bank, Adidas dhe Commerzbank janë rënje nga 0,68 deri në 1,33% të vlerës. Kjo ishte ecuria e tregjeve deri në këtë momente.